Nuk jam njeriu që gatuaj për ditë, më ndihmon shumë bashkëshorti, i cili e ka kohën e tij më të lirë, menaxhon më mirë vetë sepse punon për veten e vet. Edhe më ndihmon shumë, por unë gatuaj mirë kur gatuaj. Nuk e kam të përditshme, por gatuaj mirë. Dhe nuk jam ai njeriu që them që kur gatuaj jam e mrekulluar dhe jo, nuk jam. E bëj këtë mirë, por se duhet bërë dhe kaq. Dakor. Do të thonë ajo shpreha o korçaro i çfarë? Jo, nuk është tek unë. Nuk bëj as byrek. Kam një motër që i bën të gjitha këto dhe ma ka marrë ajo në pjesë. Shumë e bukur. Kur ke familje të madhe, këto janë disa nga avantazhet. Kur mua marrët byrek, e bën ajo e çan një byrek ose dy, bile një ditë i thash na ka marrë malli për byrek, ju kanë ftuar të dielën dhe kur shkojmë në Bonat të betohem, kishte bërë 4 lloje. Miku truri thash kur i ke bërë si ka mundësi që është artiste, është pianiste, di të bëj dhe byrek, pra nuk ka të bëj fare.